Pikrisht atëherë kur është mëse e nevojshme për aktivitetet të natyrës humanitare në muajin e bekuar të Ramazanit, muaj ky i solidaritetit, të rahmetit dhe humanitetit, një ngjarje humanitare me pako ushqimore është realizuar nga Fondacioni Bexhet Pacolli. Ky aktivitet është shtrirë edhe në disa komuna të Anamorovës në vazhdim të aktiviteteve të gjithëmbarshme të zhvilluara nga ky fondacion. Në lidhje me projektin dhe misionin e tij ka folur Vana Jerliu Ramadani, organizatore e cila ka saktuar qëllimin e tij duke bërë të ditur edhe për fshirjen dhe shtrirjen e tërësishme. Fondacioni është i Bexhet Pacollit, ka vendosur më ndihmu për muajin e shejt Ramazanit edhe kuptohet për Bajram. Deri më tani kemi shpërndarë në komunën e Gjilanit, Kamenicën edhe komunën e Artanit. Koordinatorja e këtij projekti ka bërë të ditur po ashtu edhe numrin e familjeve përfituese, ndërsa ka theksuar se listat janë hartuar sipas atyre institucionale, bazuar në listat e familjeve me asistencë sociale. Kemi shkuar mbas kush është aktiv që marrin social, ndihma sociale. Lista për komunën e Gjilanit është 1200 familje, për komunën e Kamenicës më shumë se 200 familje, për komunën e Artanës më shumë se 200 familje. Ende nuk e dim se jemi në vazhdim të shpërndarmë. Krejt në fund, koordinatorja këtij projekti Vana Jerliu Ramadani ka bërë të ditur edhe për mbajtjen e pakos ushqimore, ndërsa është mësuar se pos komunës së Gjilanit gjatë pasdites së sotme janë shpërndar pako të ngjashme për familjen e nevojë edhe në komunën e Dardanës, sikundër që paraprakisht një sasi është shpërndar edhe në atë të Artanës.